Deputeti i Frontit Evropian Skender Recep Zejdi e pyeti kryeministrin nëse vazhdon të mbajë qëndrimin e njëjtë që kur ishte në opozit deklaronte se termi 20% që i referohet gjuhës shqipe duhet të hiqet nga kushtetuta. Me këtë rast deputeti Zejdi i kërkoi kryeministrit që të bëhen ndryshimet kushtetuese. Pyetja ime është, kryeministër, a jeni të gatshëm të bëjnë ndryshimet kushtetuese? Ju ta filloni, ashtu siç e keni premtuar 2020-2022, ju si kryeministër, ju t'i merrni meritat që gjuha përfundimisht, gjuha shqipe, gjuha ime të bëhet pjesë e kushtetutës dhe të krijohet një harmoni ndëretnike e cila është më se e nevojshme për qytetarët. I kemi numrat mbi 100 deputet. Mickoski u shpreh se për të nuk është e rëndësishme përqindja, prandaj u kërkoi që deputetët e opozitës të mbështesin ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, që do të hyjë në kuvent, ndërsa Mickoski u kundërpërgjigj edhe akuzave të opozitës lidhur me provimin e jurisprudencës, përshka tha se kjo ka mundur të zgjidhet me kohë nga ministrat e BDI-s që për vite kanë qenë në krye të dikasterit të drejtësisë. Lidhur me provimin e jurisprudencës, nëse e keni lexuar ligjin, do të lexoni aty se provimi nuk rregullohet me ligj në çfarë gjuhë do të jetë, por rregullohet nga ministri. Sa ministra drejtësie ishin nga koalicioni që mbështesni, pse nuk e rregulluan? Sepse jeni patriot nga AliExpressi, kur jeni në opozit dhe në qeveri, promovoni eko agenda të gjelbërta, në opozit doni të krijoni konflikt etnik aty ku nuk ka. Kryeministri kritikoi studentët që gjatë protestës së tyre krahas flamurit shqiptar nuk përdorën edhe flamurin shtetëror.